Edon Zhegrova u bë një nga lëvizjet më të bujshme të kësaj merkatoje vere, i cili vetëm në orët e fundit arriti të kalonte te Juventusi. Ky transferim u bë i mundur edhe falëndënies në kohë të pasaportës shqiptare nga kryeministri Edi Rama drejt yllit të Kosovës, e cila i shërbeu që Juventusi ta regjistronte pa probleme. Mamaja e Edonit, Sania Zhegrova, tregoi në një emision televiziv emocionet dhe prapaskenat e këtij transferimi dhe bisedat e sulmuesit shqiptar me kryeministrin Rama. Ka qenë pak stresuese si verë, ka pasur shumë klube që ishin të interesuara para Juventusit, ishin Dortmundi, Marseille, por vula ishte Juventusi dhe ne të gjithë ishim të lumtur si Edoni, si ne si familje. Kur ai tha që do shkonte tek Juventusi, ishte një moment i papërshkrueshëm që kur Edoni ka qenë i vogël, unë dhe bashkëshorti im Lulëzimi i kemi qëndruar afër, edhe që kur është transferuar këtu në Torino, ne kemi ardhur të jetojmë së bashku me Edonin këtu. Jemi afër në çdo aspekt. Edoni ka lindur në Gjermani, në Kosovë jemi kthyer pas lindjes së tij, pas luftës. Edoni ishte 2 vjeç kur erdhi në Prishtinë, aty filluam jetën me bashkëshortin, që 6 vjeç gjyshi e regjistroi Edonin te Flamurtari, pastaj te Prishtina. Ka qenë Milan Junior Camp që u mbajt në Prishtinë dhe aty u zgjodh mes 200 talenteve. Ishte një ndjenjë papërshkrueshme. Edoni kur del parandeshjes, sheh vendin ku jemi ulur dhe na dërgon puthje. Për 3 javë mbyllej merkatoja. Edoni meritonte letrat belge, por për shkak të lëvizjes së futbollit Edoni nuk e mori dot pasaportën belge. Juventusi na komunikoi që nëse do të merrte pasaportën shqiptare, do të ishte më e lehtë. Edoni ka dërguar një mesazh kryeministrit Edi Rama, për të cilin unë jam i gjithmonë falënderues kryeministrit. Ai nisi një mesazh dhe Rama ju përgjigji respekt, e kryer është. Me sa jam në dieninë e debutimin e Edonit në stadium, ka qenë vëllai i kryeministrit dhe Edoni ja dha fanellën. I jam mirënjohse pafund kryeministrit Rama dhe shtetit shqiptar për përkrajen. Kishim kohë diku te 15 ditë, na pyetën për sa na duhej pasaporta, sepse tha del për 2 javë. Ne për 2 javë na mbyllej merkatoja, na thanë që pa merak do të dalë për 2 ditë. Pasi e mori pasaportën, Edoni ka komunikuar me kryeministrin Edi Rama dhe i tha, nuk di si ta falenderoj, dhe Rama tha asgjë s'dua, vetëm një fanellë të Juventusit. Rrëfen e ama e Zhegrovës, Sania